Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lin-nasi ajma'in. Walhamdulillahi alladhi farada alayna as-siyam tahdhiban lin-nufus. Was-salatu was-salamu ala ashrafi khalqillahi wal-mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahun e madh falenderojmë. Falenderim të veçantë ashtu siç i takon dhe meriton madhëria e tij. Allahun e falenderojmë që na e ka zbrit Kur'anin këtë libër famëlar, udhërofyes, mëshirë, përgëzim për besimtarët. Allahun e falenderojmë që na e mundsoi dhe na ndihmoi në agjerimin e Ramazanit, që është pastrim për shpirtrat tonë. Dërgojmë salate dhe selame mbi më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun që namazin, agjerimin, adhurimet tona, Allahu të na e pranon, si dhe me mëshirën e tij të madhe, Allahu gjithëve neve të na mëshiron. Në ligjëratat e fundit që kemi filluar seri ligjëratash që është titulluar me pastrimin e shpirtit, që kemi përmendur se ky muaj Ramazanit, ndër tjerash, është muaji i mëshirës, është muaj që e ndryshon besimtarin, e shton bindjen ndaj Allahut madhërisëm dhe ajo më kryesorja e pastron shpirtin e besimtarit. I kemi përmendur disa rregulla, disa parime, të cilat na ndihmojnë për ta pastruar shpirtin tonë. Kemi përmendur deri tash 7 rregulla kryesore të cilat na ndihmojnë në pastrimin e shpirtit. E para, që është baza, themeli për pastrimin e shpirtit, kemi thënë se është njëshmëria e Allahut, tauhidi. Me besu, me qenë të bindur se Allahu është një i vetëm Zot, krijues i vetëm dhe që i takojnë emrat dhe cilësitë më të bukur. E dyta, rregulli i dytë për pastrimin e shpirtit, kemi thënë se është duaja. Duaja e cila i përkushtohet dhe i adresohet vetëm Allahut madhërisëm. Me rastin e duas ti tregon për ulësinë dhe nevojën e madhe që e ke për Allahun madhërisëm. Ja ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, o ju njerëz, ju jeni të varfër karshi Allahut. Andaj duaja është një prej rregullave për pastrimin e shpirtit. E treta, kemi thënë se ajo që na ndihmon për ta pastruar shpirtin, në veçantë këtë muaj të madh mëshirës, është Kur'ani, që vetë thelbi i këtij muajit Ramazanit është Kur'ani. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Dhe vetë fakti që përmenden këto dyja në të njëjtin ajet na jep me kuptu lidhshmërinë e madhe që ka Kur'ani për Ramazanin. Dhe se Kur'ani ne pastron shpirtat tonë. E katërta, kemi përmendur pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasimi i tij e pastron besimtarin. Nuk ka mundësi dikush me gjetë rekomandime apo porosi, urdhra, ndalesa të cilat na pastrojnë shpirtin sikurse në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pesta, braktisja e veprave të këqija, largimi, mu distancu nga veprat e këqija dhe me u zbukuru besimtari, me u stolis me çka? Me vepra të mira, me fjalë të mira. Andaj besimtar i mirëfillt prej metodave të pastrimit shpirtit është që të distancohesh nga vepra dhe fjalët e këqija, me ato që na ka ndalu Allahu dhe na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ndërkohë, përderisa ti largohesh, distancohesh nga veprat e këqija, atëherë ti stolisësh dhe zbukurohesh duke bërë vepra të mira, duke fol fjalë të mira me të cilat na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E gjashta, mbyllja e dyrëve, portave, çka të afrojnë te harami, gjithçka çka të nxit dhe ta lehtëson rrugën për te harami, për te ndalesat e Allahut, ata që na kanë ndalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtari duhet të mbyllë dhe të largohet. Çdo derë, pavarësisht çfarë harami i madh dhe i vogël, çdo derë që të afron te një haram më i madh, besimtari duhet të largohet për ta pasur më të lehtë dhe më të mundshme pastrimin e shpirtit. E shtata, për kujtimi i vdekjes.
Përkujtimi i vdekjes dhe takimin që do e kenë besimtarët, njerëzimi me Allahun Madhëreshëm, ka dobi dhe hajër për besimtarin. E kemi përmend se përkujtimi i vdekjes i zgjon zemrat nga ato që janë të pavëmendshme. Përkujtimi i vdekjes i jep jetë zemrat vdekurave dhe i pastron. Si dhe përkujtimi i vdekjes e ban robin besimtarin që të jetë më i përkushtuar dhe më i sinqert në adhurimin ka madhnisë Allahut. Sejid ibn Gjubejri, Allah e mëshiroft, thoshte, nëse kujtimi i vdekjes do të largohesh nga zemra ime, atëherë do të fiksohesh se zemra ime do të prishej. Nëse për kujtimi i vdekjes nuk kishte vend zemrën time, nuk kisha mundësi me përkujtu vdekjen, atëherë zemra ime do të prishej. Rregulli 8 që na ndihmon dhe na mundson pastrimin e shpirtit është përzgjedhja e shoqërisë dhe e miqësisë të mirë. Mi zgjedh shokët rrethin e mirë. Pse thot Allahu në Kur'an: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Bëj durim e qëndro vetëm me ata që e lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje e që kanë për qëllim kënaqësinë razinë e Allahut. Dhe mos i heq sytë e to prej atyre që kërkojnë bukuritë e kësaj dunjaje, dhe çka thot në fund, mos i u bind atij që ja kemi shmangur zemrën e tij prej përmendjes së Allahut. Ata që kena largu prej përmendjes që e ka haru Allahun, mos u shoqëro me ata, mos e merr për shok. Sepse thot Allahu në Kur'an në fund të këtij ajetit, puna e tij vetë se ka mbaruar. Andaj besimtari Allahu urdhëron në këtë ajet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij që të jenë të qëndrueshëm dhe të shoqërohen vetëm me besimtarët e sinqert, besimtarët të cilët janë në përkushtim të fesë islame, janë të bindur të nënshtruar të porosive të Allahut dhe të porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fundi i ajetit: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos ju bind atij që ja kemi shkujdesur zemrën prej përmendjes son dhe i është dhënë epshit vet, e ka pasu epshin e vet, kënaqësinë e vet, sepse puna e tij ka mbaruar. Andaj për këto njerëzit e tillë që kanë haruar Allahun dhe pasojnë në vepra të këqija, në fjalë të këqija, Allahu vetëm se ua ka mbaruar çështjen e tyre me ndërimin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të njohur thot: njeri është në fenë e shokut të tij, andaj kujdesuni se kë e merrni për shok. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Në komentin e këtij hadithi, Ebu Sulejman al-Khatibiu thot: kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu është në fenë e shokut të tij, kjo do të thotë se nuk duhet të bësh shok vetëm atë që janë të kënaqur me fenë dhe besimin e tyre. Duhet të bësh shok vetëm atë që është i kënaqur me fenë islame dhe me besimin në Allahun e Madhërisht. Sepse kur i ban këto shok të mirë, i merr për shok, atëherë këto kanë me të udhëheqën fenë dhe metodën e tyre. Ndërsa nëse shoqërohesh me shoqëri të keqe, këto kanë me ta rreziku edhe besimin, mirë po kanë me ta rreziku edhe shpirtin, edhe kanë me mbyll zemrën tënde për pastrimin e shpirtrave. Allahu na ruaj. Andaj shokët e mirë kanë ndikim shumë të madh pozitiv, kanë shumë hajër dhe japin shumë mirësi e begati në shoqërim me ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: shembulli i një shoku të mirë me një shok të keq është sikur se shembulli i atij që mban erën e miskut dhe i atij që punon hekrin. Pse? Se ai që e mban erën e miskut, ose ki me blej prej atij, ose ka me dhon, ose ki me marr erë prej erës atij. Ndërsa ai që punon me hekër, shoku i keq në këtë rast, ose ka me t'i djeg rrobat, ose ki me marr erë të keqe prej tij. Shembullin që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të bëjë me këtë rregull, dallimi mes shokut të mirë dhe shokut të keq. Andaj njeriu duhet ta zgjedh, ta përzgjedh shokun e mirë që do ta ndihmon në të mirë, sepse ata, shoqënia e mirë, janë ndërshkaqet kryesore të pastrimit dhe përmirësimit të shpirtit. Si dhe duhet ketë kujdes nga shokët e këqij dhe ata që e përhapin zullumin, i përhapin veprat e këqija, fjalët e këqija e kështu me radhë. Dhe prej gjërave që është e njohur se njeriu natyrshëm
është shoqëror, duhet shoqërohet, ka nevojë ta ndan gëzimin dhe mërzinë. Ka nevojë ta ndan gëzimin dhe mërzinë, ka nevojë të shoqërohet me dikë. Dhe për këtë fakt, Allahu i Madhërisëm që mos ta humbë robi rrugën e tij, ta mban stabil. Një prej mundësive që ta mban në rrugën e tij të drejtë stabil robin, i mundsohet shoqëria e mirë, edhe të ndalohet nga shoqëria e keqe. Andaj shoqëruesi i mirë mund ta nxjisë shoqëruesin e tij të bëhet më i drejtë, më i mirë, duke e ndihmuar në përkushtimin e madhërisë së Allahut. Pra nga gjithë kjo që e tham këtë pikë, kuptojmë se rëndësia e përzgjedhjes së shoqëruesve të mirë është shumë e madhe në Islam, të cilët mund të na ndihmojnë në rritjen, zhvillimin dhe pastrimin e shpirtrave tonë. Rregulli 9: kujdesi nga mendje madhësia dhe lavdrimi vetës. Mendje madhësia është një smundje shumë e madhe e zemrës. Dhe kjo cilësi shumë e keqe, Allahu na ka paralajmëruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa nga të parët tonë, gjeneratët e para, kanë thënë se gjunahu i parë, mëkati i parë që është bërë Allahut, ka qenë nga mendje madhësia. O idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dhe kur i tham engjëjve, melekve që t'i përulin në sejdë Ademi, sejdë falënderimi, ata u përulën përveç iblisit, i cili u tregua mendje madh, e refuzoi urdhrin e Allahut. Ky ka qenë mëkati i parë ka qenë madhënia e Allahut, mendje madhësia. Mëkat prej mëkateve shumë të mëdha. Gjithashtu thot Allahu i Madhërisëm se për këtë lavdrimit të vetë, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nuk ka nevojë askush me lavdru veten e tij. Nuk ka nevojë askush me tregu atë që nuk e ka në zemrën e tij. Nuk ka nevojë askush që me promovu mirësi përderisa në zemrën, shpirtin e tij ka ligësi. Thot Allahu në këtë ajet, fala tuzakku anfusakum, mos e lavdroni veten, mos u mburni me veten. Huwa a'lamu biman ittaqa, për shkak se Allahu e din më së miri se kush prej juve është i ruajtur, kush prej juve është i devotshëm. Allahu e din se kush është më i mirë, nuk ka nevojë me promovu mirësitë. Inna akramakum indallahi atqakum, dhe devotshmëria është njësia madhe mes njerëzve kur dalin para madhnisë së Allahut. I vetmi sen çka kena mu majt në peshorën para madhnisë së Allahut është devotshmëria. Devotshmëria ka me qenë dallimi mes njerëzve. Andaj Allahu e din shumë mirë për atë i cili është i devotshëm. Kështu që Allahu e ndalon lavdrimin e vetës me fjalë që tregojnë për pastrimin dhe devotshmërinë e saj. Pasi që devotshmëria është çështje e zemrës dhe vetëm Allahu e din se çka kena në zemrat tona. Devotshmëria është çështje e zemrës. Andaj lavdrimi i vetës, me lavdru vetën çka është? Është shkak për shpërthimin e mendjemadhësisë. E njeriu kur të hin nudhën e mendjemadhësisë, atëherë nuk ka çka të bën tjetër veç se ta lavdron veten e tij. Pra ka lidhshmëri të madhe mes mendjemadhësisë dhe lavdrimit të vetës. Ebu Bekri radiallahu an, i cili ishte prej të parëve që e pranoi Islamin, shoku më i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ndjeu nevojën për të kërkuar falje dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kërkoi një lutje që mund ta thoshte në namaz. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. O Zot, un kam bërë një padresi shumë të madhe vetes tem, shpirtit tem. Andaj askush nuk mund të fal mëkate përveç teje, prandaj falë mua mëkatet dhe më jep mëshirën tënde, ti e falës dhe mëshirues. Allahu na fal. Hasan al-Basri ju thot, besimtari e bashkon veprën e mirë me frikën e Allahut. Një besimtar i mirëfillt i bën bashk veprën e mirë, fjalën e mirë me frikë respektin te Allahut. Pse? Sepse hipokriti çka bën ai të kundërtën e kësajna, i bashkon mëkatet dhe sigurinë e rrënjshme. Ai edhe bën vepra të këqija, fol fjalë të këqija, edhe kënina ndihet i sigurt, i shpëtuar, edhe për kësaj dunja dhe për ahiretit. Rregulli i 10 që i ngërthen gjithë rregullat që i kemi përmendur deri më tash për pastrimin e shpirtit, çka është? Është njohja e vërtet e shpirtit. Se çfarë shpirti ka njeriu. Dhe për pastrimin e shpirtit që na ndihmon është e domosdoshme që ta njohim natyrën e vërtet
të shpirtit dhe kuptimin e veçorive të shpirtit që i ka, që të kujdesim më mirë për të pastruar atë e kështu me radhë. Allahu në librin e tij shpirtin e ka përmendur, e ka veçuar me 3 cilësi kryesore. Në Kur'an Allahu e përmend shpirtin me 3 cilësi. E para, shpirti i qetë. Çka është, kush ka shpirtin e qetë? Shpirtin e qetë e ka ai që i beson Allahut, i është bindur Allahut, bën vepra të mira, fjalë të mira, i është bindur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpirti i qetë në dunja dhe në ahiret. Kjo është shpirti i shpëtuar dhe i sigurt në dunja dhe në ahiret. Allahu i madhërisht thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemra stabilizohen. Alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dhe ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, përgëzoj se ata do të jenë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Këto janë ata që kanë shpirt të qetë në dunja e në ahiret. Gjithashtu thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna", o ti shpirt i qetë, i bindur Allahut. O ti shpirt i qetë, i bindur Allahut, kthehu te Zoti yt, i kënaqur me krijacinë e Allahut. Pra shpirti i qetë është ai që është nënshtruar dhe është bindur Allahut dhe porosive tij. Shpirti, lloji i dytë i shpirtit që ka përmendur Allahu në Kur'an, është shpirti që e fajson vetveten. Çfarë lloj shpirti është ky? Çdo shpirt që nuk mund të arrijë të bën vepra të mira, që është neglizhent, dembel, neglizhues i veprave, fjalë të mira, porosive që na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kujdeset, nuk përmbahet nga ndalesat e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëra ai e fajson shpirtin e tij. Nuk e fajson kërkan tjetër, fajson shpirtin e tij, e qorton shpirtin e tij. Pse se ne bona unë ket. Allahu thot në Kur'an: "Betohem në shpirtin që është shumë qortues." Pse? Këtu është fjala për gjithë shpirtat, të mirat dhe të këqijat. Shpirti është quajtur në këtë ajet qortues apo që e fajson veten për shkak se ai vazhdimisht qorton dhe ndryshon nga një gjendje në gjendje tjetër. Por ai asnjëherë nuk qëndron në një gjendje të vetme, ai është cilësuar si qortues dhe fajsues, edhe pse në momentin e vdekjes ai qorton barcin e tij për veprat që i ka bërë. E treta, kategoria e tretë e shpirtit, është ai shpirt që e nxit personin në fjalë, në vepra të këqija, në fjalë të këqija. Ky shpirt është që e shtyn njeriu të bëjë mëkate Allahut. Është shpirt që i them rregullat dhe kufit e Allahut. Është shpirt që e nxit njeriu të mos i nënshtrohet as Allahut as pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu." Unë nuk e shfaqsoj veten time sepse epshi, shpirti, vetja është nxitës për të keqen, përveç se atë që ka mëshiruar Allahu. Këto 3 cilësi të shpirtit janë vërtet gjendje të lidhura me natyrën e shpirtit dhe për këtë arsye këtë gjendje mund të ndryshojë dhe të lohatë në varësi ndikimeve që vijnë shpirtit. Këto ishin 3 kategori të shpirtit që i ka përmendur Allahu në Kur'an. Këto ishin 10 rregulla që na ndihmojnë për ta pastruar shpirtin, rregulla të cilat i ka përmbledhur dhe i ka komentuar dietari bashkëkohor Sheikh Abdulrazak Al-Badri, ligjërues xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i dha shëndet e ymë. Dhe në fund të këtij libri të vogël të tij thot: "Pas shpjegimit të këtyre rregullave që na ndihmojnë dhe na mundsojnë pastrimin e shpirtrave, është bërë e qartë se shpirtit çka i duhet për fund ta llogarit vetveten e tij para se del para madhnisë Allahut. Ta llogarit veten e tij, ta merr në hesab veten e tij se çka e ka punë shpirti i tij. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe secili le të shikon se çka ka përgatitur për ditën e nesërme, për ditën kur dalin para madhnisë Allahut. Dhe kjo është një lloj urdhri prej Allahut që secili ta bën hesab veten e tij, me çfarë bagazhi ka me dal para madhnisë Allahut. Me çfarë vepra, me çfarë fjalë ka me dal para madhnisë Allahut. Me një shpirt të dështuar, me një shpirt të pasuksesshëm, apo me një shpirt të suksesshëm, me një shpirt fitimtar, që Allahu e përmend në Kur'an, e kemi përmend në fillim të ligjëratave: "Qad aflaha man zakaha", ka shpëtuar në dunja në ahiret kush? Ai që e ka pastruar shpirtin e tij.
wa qad khaba man dassaha, dhe është poshtruar, e ka poshtruar veten e tij kush? Ai që e ka poshtruar shpirtin e tij. Andaj është shumë e rëndësishme pastrimi i shpirtit, të cilat edhe këto rregulla do na ndihmojnë dhe do na e mundsojnë pastrimin e shpirtrave tonë. E lutim Allahun e Madh që Allahu ta bën këtë muaj shkak për pastrimin e shpirtrave tonë. E lutim Allahun që dalim para madhnisë Tij me shpirta të pastërta. E lutim Allahun që gjithëve neve Allahu të na mëshiron. E lutim Allahun që në rrugën e Tij Allahu të na forcon. E lutim madhninë Allahu që gjithë adhurimet tona, agjerimin, Kur'anin, namazin, sadakan, Allahu t'i pranon. Dhe siç na ka bashkuar në këtë vend, Allahu na bashkon xhenetit e Tij. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.